Kur dikush pushkatohej nga regjimi komunist, me apo pa gjyq, familja e tij merrte përgjithmonë damkën e armikut. Nga i çast ndëshkimi, fillonte një tjetër dënim i gjatë dhe i ndërlikuar, dënimi i jetës së përditshme. Në Shqipërinë komuniste, bijtë e armiqve nuk dënoheshin vetëm nga shteti, ata dënoheshin çdo ditë të jetës së tyre nga shumica dërmuese e shoqërisë. Ata nuk pranoheshin në kooperativa, nuk gëzonin të drejtat që i gëzonte shumica, nuk kishin të drejtë të përfshiheshin në shoqëri dhe aq më pak të zgjidhnin jetën e tyre. Për ta, rreziku bënte roj 24 orë në 24, edhe dyshimi më i vogël mund t'i çonte në hetuesi, një letër, një mik, një takim, një fjalë e gabuar dhe gjithçka kthehej përmbys për ta. Kjo ishte jeta që përjetoi Haxhi Petriti pas pushkatimit të Atit dhe burgosjes së xhaxhallarëve të tij. Një jetë mes survejimit, frikës dhe punës së rëndë. Ai ndërtoi shkolla, furra, ura, por mbeti gjithmonë nën peshën e damkës në biografi. Punoi që fëmijë, u bë murator dhe marangoz, rriti kushërinë të vegjël si të ishin fëmijët e vet. Përballoi urinë, përjashtimin dhe luftën e klasave, por edhe kur punonte më shumë se të tjerët, sërish mbetej i përjashtuar. Ai nuk ju dorëzua provokimeve dhe nuk rreshti përpjekjet e tij për të mbajtur mbi supe gjithë peshën e familjes. Sot, pas shumë dekadash heshtje, Haxhi Petriti rrëfen jetën e tij ashtu siç ka qenë, duke besuar se këto dekada lirie të rrejshme, të paktën ai fitoi diçka, lirinë e fjalës. Haxhiu kujton se pas rrebesheve që pasuan pushkatimin e të Atit, me arrestime, konfiskime, dhunë psikologjike, ai ishte i përgatitur për jetën që e priste, sidomos për provokimet që nisnin nga zyrat e drejtuesve të sigurimit në Korçë e shtriheshin deri në celulat më të largta në fshat. Ai thot se fati deshi që të jetonte si në zgrip, por pa rënë prej e tyre, dhe kjo që në moshë minorene pa shkuar ende ushtar. Nga ushtria e tutje, kur ai ishte i vetëdijshëm, do të pikaste vetë her pas here rrethana dhe provokime që mund ta çonin edhe në burg, por që i kishte shmangur aq sa mundej. Emri tem si pas asaj, siç më kanë thënë të tjerët, është dëgjuar vetëm një herë. Po që a bu në vesh nëse i vogël kyç. Kur isha ushtar, kam pasur një nga zëmgjaku në skuadrës, me mbiemër Mullalli, Qushe Qamil. Kemi qenë 1000 veta në Lushi, në Fjerë të Ri. U transferuan 900 veta në Tiranë. Edhe atë ditë ka qenë ditë e shtunë, ishim në stërvitje. Një kushërir i këti a e transferuan, edhe po shkonin atë arresht, që tiprin makina edhe. Ky doli nga arreshti, mirë po këta e kishim motorist që na jepte drita, se s'kishin erë dritat. Ky doli nga arreshti, edhe nuk më tha as mua, as oficerit. Ajo oficeri unë, kur u kthye e pa, një nga ata të vjetrit, një qytyk nga Cerriku, pse dole nga arreshti, e dënoi 3 ditë në çadërt. Në mbrëmje, që ka qenë ditë e shtunë, që shtunë e kishim në stërvitje, në mbrëmje mora bukë nune, se si komandant skuadrë, ta konte. Edhe më thotoj, rrjot la fose mi qik, brenda në qatë nuk pash se kush ishte. Ky te e thirra më dolli dhe dera. Jo, thashtë erdi filmi. Filmi vinte me makinë.
ti këtë kokë ke rri këtu jestesh. Shaka, nese i ka unë. Aty ka qenë edhe një nga Voçkëpoja, edhe i bërë një letër ministrit Beqir Ballukut. Mirë po në fund me emrin e këtia, e shkrojtja ai, pas qa kohësh, vjen operativi i brigadës, në puna ku punomim. Edhe më thërret mua. Si e ke njohur, e ke njohur më para, se qa njohur më para, aty e një. Ushtare e njoha, e kisha në skuadrë. Haxhiu kujton se në Shqipërinë asaj kohe mjaftonte një letër, një dyshim, një emër i përmendur gabimisht dhe jeta mund të ndryshonte përgjithmonë. Në jetën e tij do ta ndjente peshën e survejimit dhe provokimeve të sigurimit të shtetit disa herë, por atë zanafill të kësaj sage vuajtjesh nisur në ushtri nuk do ta harroi kurrë. Më thret 3 herë operativi, septen ka e puna, pasaj 3 herë në zyrë, këte arrestuan e më. E shpun Tiranë, Çoban po më parë, atë Çoban ishte nga Voçkëpoja, ka erdhur Tusi, që nga Tirana, edhe operativi, ata këshin ndenjur me janë të dy, unë këte më tanë, po ushtarën, ujnatos, ai e Tusi e u ngritë. Ngritë më godishte pas qenjës. Edhe i thash unë po e bëra atë veprim, unë do të përgjigjem, thashte, unë mbroj këte. Po të mos e kisha këte, thash, kishe drejtë. I thotë ajo operativi, lera tha. U ullë, nuk më ka goditur, e bërë ashtu si qishte, jo, ata thoshin thuaj që ta mbanin brenda. E lëshona të për 6 javë i hengrin, e të si ishte e bërë, kur erdhi. Nese, u lirova nga ushtria, kooperativ nuk na futin. Si s'na futin kooperativ, Xhaxha ishte burë, ka i tjetëri po ande. Ju them atyre që gjyshi abdit, thash më parë, po atë vit ka vdekur, 58 ka vdekur, po. 58 e more Xhaxha burg. Në këto rrethana, Haxhiu do të kuptonte se rruga e vetme që mund ta shpëtonte ishte heshtja, puna kokulur dhe kujdesi i shtuar në çdo rrethanë. Ju them tash si do bëhet. Tokën nuk do ta dorëzojmë. Po e marr këta të kooperativës, mirë, po se marr. Mirë po atë, kur qeva shta ndogja një kurs, u bëra e murator, e marangos. Kur dham provim, kam marrë 2 veta, nga 102 veta marrë 5, unë e një tjetër, ishte nga Shkodra. I them kryetarit kooperativës, kështu i thash, ta dorëzojmë tokën, merrën juve. Po të mbaj, i thash vetëm këtu, të mbledh të... Bën mbledhje, më ranë dakord, një të marrë një kartun, shkojnë ka dasët e hoxha. Nga vetja, kalojmë. Tashi, sekretari lokalitetit Maliq, ka qenë i vllai Teki Kolanecit. Që djali Teku që marrë qupën e Mberogjës. I thot ky kryetari, kështu thot Xhivela tokën. Ç'keni bërë, thot, tash çfarë ti bëjmë neve, thot ati. Më thërreta në mbrëmje mua, hyron punu në Korç. Dhe thot kështu. Tash unë veprimet i bëra, tash po t'i ktheni prap juve, nuk e di. Mbeti. 3 veta në punë, shkeme te, e kishim te.
Këtu kishim atë të voglin, një djalgjajgjaj të vogl, shtopa blektorin unë. Këtu, një dy lopë, shtopa këti të vogla, nëse jashpimi mirë. Kur gjithçka dukej se ishte e qetë dhe shkonte në hullinë e saj, Haxhiu tregon për një rrethan që krejt Befas do ta përballte me sigurimin e shtetit. Një shok që ishte si ai me probleme biografike, i cili kishte mohuar në syt pushtetit marrëdhënien me familjen e tij dhe ishte vendosur në Maliq, Befas e fton Haxhiu një ditë që të shkojnë në familjen e tij. Isha një shok, ishte si mua, ishte teknik, ai e një radhë më thot mua. Ai kështë ardhur këtu në mua. Unë i kam dhe karar të shkoj, thot, takoj baban se kam 10 vjetë, tha që. A do vishe ti? Po vi, thashëm. I mbytur i thash nga të lagë, por çdo t'ja di. Nisemi, bam në mbrëmje, kemi vajtur që të premte, në darkë, u këdhe shtonë, ndajmë atje, të bjelë do ikme për këte. Të djenë në mjesht, vjenë më shqonë mua, i thot, ta kërkojnë pushtet. Mirë, filluan me atër. Ke gënjër partine, ke bërkëshue, ke bërnjashue. Unë erë dhe thamë, që marë malli si të doni bëni. Më thirë mua, për nga jesë, s'kesha në kur e ke njohër, puna më ka njohër aty. Mirë, dëshojmë në ty të shpjenë në sek. Hajde. Unë karkuaj makinë me grur, e dy më shoqëruan mua me armë, zbresin po shpiti, këta që rinë, kishë konfiskuar, dhe kishë bërë shpit tjera për fund të fshatit. Ju themë në nda një që po bëjnë 28 orë, dhe shumë të takojmë në ata njerëzit. Më la njerë, po deshe, thash, hajtë më shoqëroti. Të brita për më këtë, vajta, e takova, i ka. Më poshtë, thash u vjen vendi, doli në burë, hipi këj burri, bakin në Cipër. Njerë nga këta që më shoqëron të mua që ishte si mi matha në pozitë. E shikoj unë. I them unë, kenoj vëllati, ande nga firma. Po e pjutam parë për emrin, për mbi emrin. Thash unë, ti e vëllaj filanit. S'ke turp më shoqërësh mua. Tha bure kam për detyrë. Jo nuk se mërojnë bua hajde, thash. Kura vama për e shtekës, a i burri qipi të briti. A i kështë gjagjaj e atia, shokut. A i kështë të nëntuar për të lipnë. Nese që në mbrëmje mua, po ngrisoj. Ju them të ishte ditë pushimi e djelë. Ju them mërë, këtu të flehu në shtollet. Po, erdhe një policë me matha i tha njeje, nere tha gjej makinë, tha e nise për koqë. Sa dolla erdhi makinë, hipa, kur vi, sa të bres aty, ajo makinë ishe me dru. Fushe druve, po ishe lartë. Zbres unë, operativi zonës tonë. E jinja, si je, mirë. Më thot, ku do vesh, më shpi do iki, thësh. Po ku ishe më miqë, thësh. Po do vje unë, se ma liqë rrinte. Do vje unë, hajtë shkojnë bashka, hajde. Do vje për djetër makinë këte, se autobus s'kishte më në atë kohë. Vim gjenë e policia në hani me dy porta që thoshin, e më thot, a këthejmi që këtu këthejmë. E mora veshun qatë ty kur u takova, ka një gjë. E nese u këthejmë, fut më në i zyra atje, filloj a i kuqeve si qysh të tëra ato. Më sfundi që si regull dhe ishte e veshtu. Të pjesin 3 herë. 2 herë, të tretën fillon shkruan pasaj. Po e drodhe, vjetë 5 herë, po të drejt, ato që thet parat. Më sfundi më tha mua,
Nga ky sistem tha, je i kënaqur apo jo? Unë i thash jo. Po që tha? Ja që i thash. Unë kam dorëzuar, thash, 180 dylëm tokë. Edhe ngrijem nga Shkota, punoj po janë, thash. Shkoj më këmbë, orman po janë, thash, po janë, ato urat që janë, po të ke shkuar po janë, dërte mija kam punuar atje. Edhe kjo e fermës këtu më poshtë, nga kjo jam i pak najtë, që unë mos punoj në kooperativë, thash. Sa i thash kështu, mua nuk më nxini që më kështë dhe një datë 1 maj, në punë shtetit, nuk më nxini ndot. Më thotë ai kryetari, ty nuk tha, po të më bësh furrë. U tha urdhi për të bërë furra. I thash unë, po të më japin lejë. Përfundimisht, kam ndonjë 15 ditë dhe leju, ju bëra furrën, e i ka prapë punë. Më vonë pasaj, më muarë, prapë kemi nevojë, se qarë, muarë. E në qikë më, pak që të kënda pasaj se nuk ashe i qëtë larkë puna. Falë kësaj rrethane, Haxhiu tregon se më në fund ju dha rasti për të punuar pranë familjes dhe për pak vite, me që ai ishte bërë mjeshtër ndërtimi dhe në familje ishin rritur edhe kushërinjt që punonin të gjithë, ata u rimëkëmbën disi. Ka qenë 64 që u fut më në kooperativë, që punë të atë tjerët, kushërinjt që ishin bashkë. Në 65-ën, u për shkolla këtu në i fshat Berasp. Ai ishte nën kryetar i lokalitetit e pata shef kuadrin bonifikimun. E më mori për bërë shkollën, kam punuar 6 muaj kusur, që bërë shkolla me subatim, të ata të tjerë nuk dinin për subatim. E ikën ata ishin 5 vetë, atë tjerë unë 6. Fillova në kooperativë, brikan në ndërtimit, mirë po ne ishim, u bëm 10 veta krapune. 10 veta nga 300, 3.000 kusur, sikur nga 300, po futbin më shumë. Prap mirë, në u futnë, kur u martua ajo kushërini, kushërinjtë, edhe martova ata të mëdhenjtë, ju kam bërë shtëpi, pasaj unë damë. I mi ndarë në 69. Haxhiu kujton se pikërisht viti 1969 ishte viti kur lufta e klasës u thellua dhe ata ishin në qendër të saj. 69 ka qenë luftë klase për neve, të 4 që ishim burra, në taktuan për të bërdru, po të ikë një 2 orë gjysmë më këmbë, e 2 orë gjysmë vinje, këtu në ndanë, punomin, më vete, ku ishte më keqë? Llogarit që në ndaluan, ata ishin të burgosur, të dënuar me 101, edhe lërtim në gazetë, ne na ndaluan e lërtim në gazetës. Survejimi dhe provokimet vijonin ditë pas dite. Haxhiu kujton se në atë periudhë sigurimi bënte gjithçka për ta nxitur kthimin nga arratisja të xhaxhait të tij. Ta pat në shpresë që të vinte xhaxhait, pastaj nuk na internuan, të vinte xhaxhait ta zinin. Ka qenë më thirë mua dhe qoqet, që ajo s'ka bërë gjë, të vi po vinte ajo, se e dinte mortjen që e zinte këtu. Mirë po unë vajta një qik zët me sekretare lokalitetit. Se vjen një radhë këtu, e kështë rëndë, ishte bërsi me baltë, natër, me gjithë një dy policë, edhe i thotë rojes, lajmëro kryetare kooperativës, ishe mbete kooperativa. Lajmëro dhe kryetare këshillit, lajmëro e për mua, unë isha afër.
se këtu ishte vajta i pari. Ju dhash vaktin, ju e takuam, më tha mua e se jam bërë. Tha shumë, a më binte shi bje, thash, ke fsharë, ke rënje bërë me balcët. Jo, tha i ke fajt ti. Që? Të se ke lëquar rrugën. Dhe të tokë që mbajta unë, dyshe shkon të rruga. Thash unë, jo, në rrugën e kam lëquarë. Po ti ke iku rrugë pa rrugë, se di unë, thash. Më tha mua, ti e fashistë. Më vjen keqi, thash. Ama ky në kone e Italisë ishte taksidarë. Më vjen keqi, thash, unë jam daliri, fashista është ai që i ka shërbyer fashizmit, thash. E më mori prej natë, po çaj. Sidomos në 2 dekadat e fundit të diktaturës, Haxhiu thot se e ka ndjerë presionin shumë dhe kjo reflektohej sidomos në jetën pa perspektivë të fëmijëve dhe luftën e hapur që ata përjetonin që në bankat e shkollës. Fëmijët, vazhdonin shkollë për shkollë binin sovjan. Ju jepnin triskë rinie. Kur vinin këto ja u merrnin. Edhe nuk i zërishtin atë, palere neve jo. Triskë frondi, unë jo. Këta në kanë çfelitur. Po vetëm që kemi qenë punëtorë. Unë e kam marrë qesën të thash që në moshën 10-11 vjeç, për koktin e zoti palekas më kalën. Me punë, me të pjellmendja, në atë kohë që nga Miloti ka merë më këmbë, me dhi, e kisha qefat e pasion, lere nga Beratje, nga... Kur bën përmbledhjen e jetës së tij, Haxhiu kupton se ai nuk e ndjeu kurrë si dhe sa duhet praninë të atit. Në vitet e fëmijërisë së hershme, ishte periudha e luftës që e mbante për herë baban larg shtëpisë. Fundi i luftës dhe vendosja e regjimit komunist e mbajti sërish larg, derisa një ditë e kthyen nga Peja, ku ai ishte bashkuar formacioneve partizane dhe e ndëshkuan me pushkatim për të shkuarën e tij me ballin kombëtar. Nga ajo ditë e pushkatimit të babait, Haxhiu kishte mësuar vetëm një vend më për afërsi. E dinte se e kishin pushkatuar Buzë një lumi, por vendin eksakt jo. Atje më përpara, bën punime dhe muardhe. Po pa prishur sistemi, shumë më parë. Edhe nuk u gjetë më gjë. Kam vajtur 2-3 euro me një policë, nuk gjetë më gjë. Këtyri që nuk u gjetë më gjë, po këta Korça nuk e bëri dot, unë bëra gabim, ta kisha marrë atë, kështë bërë nga një arkivol këtë vogël, edhe i ndorë dhe pe vendit atje, edhe i shfallë në Korçë. Kemi qenë neve që nga Pogradeci, mos gabuj 17. Edhe i vunë në varret Korçë, në një qoshe atje. Po ta dinja se nuk do që Pogradeci i ka bërë mirë. Po ta dinja ashu, jo vunë nga një etiketa jo, ikë në ta shetve, ta gjire vejnë atje se gjendot. Ta kësha marrë atë bërë pishman po iku e. Kjo mjegullnaj i informacioni do të shoqëronte për më shumë se 4 dekada dhe pas shumë kërkimesh në terren, Haxhiu i dëshpëruar do të mjaftohej qoftë edhe me një grusht dhe nga i vend ku shpirti i të atit fluturoi në qiell dhe trupi i tij humbi pa gjurmë. Disa kujtime zbehen me kohën, të tjerat mbeten për gjithmonë, jo si histori politike, por si mungesë, si heshtje, si një zë që kërkon ende një varr, një emër dhe drejtësinë që nuk erdhi kurrë. Shoqyrë të sotmes, që i kemi gojnë të lirit laposin, vetëm për këta erdhi kjo demokraci. Pa për tjerat anarshi është.